Përshëndetje të dashur fëmijë. Unë jam mësuesja i Mërzate dhe sot dua t'ju njoftoj me numrin 5. Sepse na duhen numrat në jetë, do të mësoni prej këtij tregimi të shkurtër që do t'ua tregoj tani. Një ditë, një arush i vogël, kur u zgjua në mëngjes nga gjumi, i kërkoi të ëmës që të shkonte në treg. E ëma i tha se nuk do të mundte të shkonte vetë, pasi që ishte shumë i vogël dhe shumë gjëra nuk i dinte. Mirë po, arushi i vogël këmbënguli dhe u nis për në treg. Donte të shkonte të blente një kavanoz me mjaltë. Shkoi rrugës dhe takoi lepurushin. Mirëmëngjesi lepurush, të lutem, më trego, ku është tregu këtu? O, tha lepurushi, ari i vogël shumë larg je nga tregu. Do të shkosh këtu afër ke një stacion të autobusave, do ngjitesh në autobusin numër 5, do shkosh deri në stacionin e fundit dhe atje do ta gjesh tregun. Faleminderit, tha arushi dhe u nis për në stacion. Në stacion erdhi një autobus. Mirë po, ky autobus i kishte numrin 2, nuk i kishte numrin 5. Arushi si i vogël, që nuk i dinte numrat, u ngjit në autobusin numër 2 dhe vazhdoi rrugën. Kur erdhi në stacionin e fundit, zbriti nga autobusi dhe për fat të mirë aty takoi Iriqin. Mirëmëngjesi Iriq, mirëmëngjesi, tha Iriqi. Të lutem, më trego, ku është këtu afër tregu? O, bobo, tha Iriqi, po shumë larg je ti nga tregu. Këtu ka një sallë kinemaje, nëse do të shiqosh filma, ndërsa tregu është nga ana e djathtë. Arushi si i vogël nuk i dinte anët e botës dhe në vend që të shkonte nga ana e djathtë, u nis nga ana e majtë dhe shkoi rrugës, ec, e takoi një cjap. Mirëmëngjesi cjapi mirë. Mirëmëngjesi, tha cjapi. Të lutem, më trego ku mund të blej ashtu një gavanoz me mjaltë? Mjaltë? Po ne nuk shesim mjaltë. Unë mund të shes ty vetëm jonxhe. O që më duhet jonxha, unë deshta mjaltë ariu. Jo, mjaltë këtu nuk kem. Po mirë, më jep ca jonxhe. Dhe arushi mori jonxhet dhe u kthye për në shtëpi. Kur arriti në shtëpi, vrapoi dhe përqafi shumë nënën e vet. O, nënë e dashur, sa shumë gabova që nuk të dëgjova. Unë me të vërtet nuk dit kam asgjë. Nëna e vet e përqafoi shumë arushin dhe i tha, voglushin, ti duhet të shkosh në kopsht, atje do të mësosh për numrat, do të mësosh për shumë gjëra të cilat do të duhen ty në jetë. Dhe ashtu, arushi i vogël u betua para nënës se do të shkonte në kopsht dhe do të mësonte. Dhe prej atë ditë, arushi ishte shumë i rregullt në kopsht. Ja pra, kështu mbaroi ky tregimi për arushin. Tash të shkojmë dhe të shohim se si mund ta mësojmë numrin 5. Ja për shembull, këtu në fotografi kemi ca lule. Të numrojmë lulet së bashku? Ashtu. 1, 2, 3, 4, 5. Kemi 5 lule. Në fotografin tjetër kemi ca qenusha. A doni t'i numrojmë së bashku qenushat? Eja t'i numrojmë. Fillojmë. 1, 2, 3, 4, 5. Ja dhe këtu kemi 5 qenusha. Pasi numruam, pasi vendosëm se sa është numri 5, të shohim se si mund ta shkruajmë numrin 5. Numrin 5 mund ta shkruajmë kështu. E bëjmë një vizatojmë një vi të vogël horizontale, pastaj nga fillimi fillojmë një vi të shkurtër te poshtë dhe mandej një gjysmë rrethi apo një gjysmë molle si themi neve. Ja, ky është numri 5. Mund ta ushtroni këtë duke shkruar me prindërit apo me vëllaun apo motrën që janë ca më të rritur. Unë për numrin 5 kam përgatitur edhe një vjersh. Është një vjersh shumë e mirë, është e shkurtër, por është shumë e kapshme për ju. Vjersha thot kështu: njëra dorë ka 5 gishta. 5 gishta ka dhe tjetra dorë. Kur njëra tjetrën e bashkojnë, miqësinë ata formojnë. Ja pra, kjo ishte vjersha të cilën e mësuam për numrin 5. Me numrin 5 fëmijë mund të luani shumë lojna.
Unë sot kam pregaditur një lojë sa më të thjeshtë në kushtet e shtëpisë. Në pjatat të cilët janë për një përdorim, shkruani numrin dhe aty mandej vendosni aq sa tregon numri. Për shembull, numri 1. Në këtë pjatë duhet të vendosni një arë, apo një kokër fasule, apo një bombon, me çka të luani ju. Mandej merrni një pjatë tjetër. Pjata tjetër ka numrin 2, ashtu pra fëmijë. Shumë mirë. Në numrin 2 vendosin nga 2 sende pra, ose 2 ara, ose 2 kokra fasule, ose 2 bombon, varësisht prej atës me çfarë luani. Ja dhe numrin 3. Ky është numri 3. Këtu mund të vendosni 3 sende, 3 kapak, 3 ara, 3 kokra fasule ose diçka tjetër. Të shohim cili numër është ky? E dini fëmijë cili numër është ky? Ky është numri 4, ashtu shumë bukur. Edhe këtu mund të vendosni 4 sende të cilat ju keni vendosur të luani me to. Dhe në fund kemi edhe numrin të cilin e mësuam sot. Ky është numri, ashtu pra numri 5. Këtu vendosni 5 sende, varësisht prej asaj që keni zgjedhur pra. Ja këto ishin disa lojra të cilat mund të luani me numrin 5. Ju përshëndes, ju dua shumë dhe ju uroj ditë të mirë. Mirupafshim.